Beşiktashi imposhti mbrëmjen e së shtunës Galatasarayin me rezultatin 2-1 teksa protagonist absolut ishte edhe Ernest Muçi. Bardhëzimtë gjetën rrugën e rrjetës në minutën e 23 me Rafa Silvën, ndërkohë që në minutën e 36 Galatasaray mbeti me 10 lojtari teksa Frankowski u ndëshkua me karton të kuq për ndërhyrje të gabuar ndaj Muçit. Në minutën e 38 talenti shqiptar realizoi një gol fantastik, por për fat të keq të tij u anulua për pozicion jashtë loje. Në fundin e pjesës së parë ishte Torreira që vendosi baraspeshën e përkohshme. Ndërkohë që golin e fitores për vendasit do e shënonte Fernandes në minutën e 66. Ky triumf i Beşiktashit ka rihapur edhe garën për titullin kampion, pasi diferenca mes Galatasarayit dhe Fenerbahçes tashmë është vetëm 6 pikë me Fenerbahçen që ka një ndeshje më pak.